Deklarata e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky se Ukraina nuk e ndryshon qëndrimin për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës ka shkaktuar reagime të shumta në Kosovë e Shqipëri. Gjatë vizitës së tij në Serbi dhe konferencës së përbashkët për median me presidentin serb Aleksandar Vučić, ai tha se qëndrimi i Kievit për Kosovën mbetet i pandryshuar. Ne respektojmë integritetin territorial të partnerëve tanë dhe të drejtën ndërkombëtare. Sa i përket Kosovës, qëndrimi ynë mbetet i pandryshuar. Jemi mirënjohës ndaj Serbisë për respektimin e integritetit territorial të Ukrainës, përfshirë Krimen, deklaroi ai. Në shenjë reagimi ndaj deklaratës së Zelenskit, gjatë së dielës është hequr nga Prishtina mbishkrimi Free Ukraina, i vendosur më herët si simbol solidariteti me Ukrainën. Deklarata ka nxitur kritika veçanërisht për faktin se Kosova ka qenë një prej vendeve që ka shprehur mbështetje të fortë për Ukrainën pas nisjes së pushtimit rus në shkurt të vitit 2022. Prishtina i është bashkuar sanksioneve kundër Rusisë dhe ka ofruar mbështetje për qytetarët dhe gazetarët ukrainas të larguar nga vendi për shkak të luftës. Ndërkohë, vizita e Zelenskit në Serbi shënoi vizitën e tij të parë zyrtare në këtë shtet. Në takimin zyrtar, sipas presidentit serb, është diskutuar edhe për bashkëpunimin ushtarak. Po ashtu, Vučić njoftoi se në Serbi pritet të hapet në mesin e shtatorit një fabrikë për prodhimin e dronëve, në bashkëpunim me kompani izraelite. Qëndrimi i Kievit për Kosovën vjen në një kohë kur Ukraina kërkon mbështetje ndërkombëtare për integritetin e saj territorial, ndërsa Serbia vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës dhe i konsideron çështjen e saj pjesë të politikës së jashtme dhe diplomatike të Beogradit.